Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, ju kujtohet shumë mirë në shkurt e këtij viti kur u proklamua qeveria shpresës, e pa ta pat një fjalim këtu dhe pa ta tregu që gjithçka mund të ketë ajo qeveri veç qeveri e shpresës, jo, dhe sot po dëshmohet këtë kuvend. Unë e konsideroj këtë interpellancë të pa konsumuar, sepse në nënshkrimin e kam dhënë për ta ftuar ministrin dhe ta ke ministrin këtu. Ilus qytetarët e Republikës Kosovës, nëse takojnë këtë person, le ta njoftojnë që duhet me marrë në kuvend, sepse ka përgjegjësi ndaj kuvendit dhe ndaj qytetarëve. Dhe gjithashtu, një vërejtje shumë të madhe për kolegët e vetëvendosjes, të cilët abuzojnë me vullnetin e mirë të anëtarëve të komisionit, të cilët e kanë nënshkru kërkesën për interpellancë. Le të jetë kjo hera parë e fundit që ne bëjemi bashkë për të sjellë diçka të mirë në kuvend dhe ju abuzoni me nënshkrimet tona. Thjesht, edhe njëherë, unë e konsideroj këtë seancë të pa konsumume, këtë debat të pa konsumume dhe ruaj të drejtën time që ta kem këtë ministër këtu dhe t'i drejtoj pyetje direkt. Jo të baj hajgare, jo të baj fushat nga kjo fortune. Faleminderit.